që nga 1 prilli çdo pensionist në Tiranë do të ketë një datë dhe një orë të caktuar për të tërhequr pensionin pranë sporteleve të postës. Në rastet kur të moshuarit pensioni duhet në mënyrë urgjente apo duhet të udhtojë jashtë vendit, ai mund ta tërheqë atë edhe brenda ditës. Nisma e bërë publike 2 ditë më parë nga drejtori i postës shqiptare Arqile Gorea është mirëpritur nga pensionistët, të cilët shprehen se në këtë mënyrë ato nuk do të qëndrojnë në pritje, por do të shkojnë në momentin e caktuar në grafikun që do të vendoset në sportelet postare. Shumë ide e mirë, nuk do të ketë rëmuj, nuk do të ketë zhurëm, do të vim në orarin e caktuar që do na japin këto dhe do të jetë një gjë shumë e mirë. I ka programuar gjitha datat që do jepen pensionet. Nuk ka se për shembull, më datën 1 që merja unë mund të vini edhe 10 të tjerë si unë. Po unë bëja përjashtim, po mund të vini edhe 10 të tjerë. Atëherë ishte një anomali, ishte një mingarkesë e zonës ku merrnim ne pensionin. Prandaj ajo është normal, është shumë e rregullt. Keni pasur probleme me marrjen e pensionit? Deri më sot nuk kam pasur vështirësi. Si ka qenë shërbimi? Shumë i mirë. Kam 20 vjetë që marr pensionin këtu dhe jam shumë e kënaqur. Asnjëherë nuk kam pas ndonjë problem. Po tani që do ta marrësh me datë caktuar me orë, si të duket? Shumë mirë, s'ka ndonjëherë mujt do ta marr. Kur kina datën e caktuar, kina marrë më rregull, kina marrë pension. Nuk e di se si janë hap të fjalë që këto rrumuj pensione që këto. Kjo ide është shumë e mirë, pase përpara ishte edhe pa kuponit që të jepte që ke marrë në vol. Tash është shumë e rregull se dihet nuk lunji do të batet dhe sa jipet në fatura me vete. Me qëllim krijimin e lehtësirave për pagesën e pensionistëve, Posta Shqiptare ofron gjithashtu edhe shërbimin e shpërndarjes së pensioneve në banesë. Për të përfituar nga ky shërbim, mjafton që pensionisti të plotësojë kërkesën, e cila gjendet në zyrat postare, e që përmban gjeneralitetet e individit, adresën dhe vendbanimin e saktë ku atij do t'i dërgohet pensioni. Tarifa e këtij shërbimi është vetëm 50 lekë. Aktualisht nga kjo mundësi përfitojnë rreth 156.000 pensionistë, ose 30% e numrit të përgjithshëm të tyre.